Ebu Bekri radiallahu anhu para se me nis, ja thot disa këshilla, ja ayyuhan nas, thot qifu. O ju njerëz, thot ndaluni. Edhe ndëgjoni. Thot kam ju këshillu me disa këshilla. Dhe ju thot Ebu Bekri, la takhunu wala taghlu. Mos tradhtoni dhe mos vjedhni. Dhe mos tradhtoni. Pastaj tha, wala taqta'u shajaratan muthmira. Nuk keni të drejtë mi prej pejmët që janë të gjelbërta apo që kanë bereqet. Nuk keni drejtë mi prej. Mos bëjni fesat. S'ka faj kur gjo pejma druni. E shë që është e njohë, e shë që ka bereqet, mos e prej. Edhe nëse ki nevoj mundëzej, gjejnë dë një thatë. Gjejnë dë një thatë. Mos bëjni pra shërë dhe të këqia në vendet ku shkoni. Wala tadhbahu shatan wala baqaratan wala ba'iran illa li ma'kalatin. Subhanallah. Dhe mos thërni dele e as deve e as lop baktin përgjithësi përveç se kur keni nevojë me hongër. Mos i prejni ato që me bo zullum, me bo fesat. Sa do shkojni në vendi keni me hinë në për vendet e armiqve tuaj, pse keni me kap dhe një kopej të dhëmve apo ndë një lloj të baktive, nuk do me thonë ju që keni drejt tash pse jeni të fortë jeni shumë, mi marr ato krejt mi prej që mi u bë dëm atyve njerëzve ku shkoni në ato zona. Jo, tha, s'keni drejt. Përveç se nëse keni nevojë për me u ushqy për vete, keni drejt me thirr 1-2 atë sa keni nevojë për nevojat e juaja, e jo me bo shër dhe me bo dëm në vendet ku shkoni. وسوف تمرون بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوام فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. Keni me kaluna për vende ku keni me pa njerëz që kanë hija adhurojnë Zotin e tyre në përkasollat e tyre, leni ata rahat dhe adhurimin e tyre me ta kry. Mos i pengoni. Morgjerit, prefterit që kanë hi brenda kështjellave dhe kishave të tyre, mos i shqetësoni. Ato s'keni të drejtë me i prek. Ata s'keni të drejtë me i prek. Morali islam, o vlezër. Morali islam është obligim prej çdo muslimane që të tregohet edhe tek jo muslimanët. Se këto ishin të shku tek romakët, që romakët ishin krishterë në atë kohë. I mëson Ebu Bekri radhiyallahu anhu që me tregu moralin islam, respektin islam, tolerancën islam, mirëkuptimin islam, atë humanizmin islam. Thot mos i masakroni dhe mos i prekni baktit që me shku me u bo dam njerëzve dhe me u ather pa nevojë. Nëse keni nevojë 1, 2, 3 sa me hongër ju, po, që mos met një hund. Prifterit, udhëhecit fetar tyre, mos i prekni. Ai që ka hi në kasollën e tij, në kishën e tij, e adhuron Zotin e tij, mos e ngacmo. Mos e ngacmo. Që subhanallah, dhe me këtë ka të regu moralin e lartë të islam Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ka që një perandorie e cila ju pa të bëjë dhe dome arabëve në gadishën në arabik. Me gjithat, ato dome nuk ishti musliman dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu që ato të ndrojnë regullat e islamit. Regullat e islamit. Dhe na kulturin islam e kemi patetër me të regu. Na i kishmi rastin ma të freskët dje. Kune si hoqë i gjematit dhe të muslimanve të kësaj zone, isha me ju shprej ndim familjarve që u sprovun me atë sprov që ndodhi në Koçani që u djegën përmi dhe ndru njëtë përmi 60 djemë të ri. Macedon, jo musliman. Macedon, jo musliman. Dhe 99% e muslimanve thonë hoqë, ja ki zbardhë ftyrën ketëve muslimanve. Unë e di çfarë xhamati dhe çfarë musliman kam mas vetes, edhe kur kam shku atje kam ditë
se që këto muslimant nuk na i thejnë neve lafë. Tini në dini gjëra që s'ka ndalë në televizion. E që si kemi thonë para kamerave, po a kemi thonë familjarëve. Ju kemi thonë, na juve ju sigurojmë strehim gjithë familjeve. Komplet një hotel e keni falas më ardhë me flentë. Sa do që jeni ju këtu familjarët, edhe 100 edhe 200, jeni të mirë sa ardhën konakun tonë me flentë falas. E keni edhe ushimin falas prej neve. Këto lafi, ku më thonë, ne mund t'ju të krenoheni. Dhe i përkujtova me Allahun Azza wa Jall që të mos e harrojnë Allahun Azza wa Jall në këto momente të rënda. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam porositi ka universale se besimtarët dhe njerëzit në përgjithësi në momente të sprovave nuk guxojnë me haru Allahun Azza wa Jall. E që Allahu Azza wa Jall na mundsoi të bëhemi krenar që atyre familjarëve që kishin plaga të i maset të mdhaja, të a themi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se syri loton, zemra mërzitet, ama na e dim që i kemi një Zot i cili ka me na ndihmu dhe nuk themi fjalë ndryshe nga ato fjalë me cilat Allahu është i kënaqur. I përkujtova me njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall që të mos e harrojnë Zotin, që shërimin, forcën, ndihmën të kërkojnë prej Allahut Azza wa Jall e jo prej dikujt tjetër. Dhe se ndihma vjen prej Zotit, dhe se shërimi vjen prej Zotit. A janë që shtu këto regula islama, jo, vëllezër? Fatkeqësisht 1%, një grup, që ose janë islamofob, ose janë ignorant, ose janë hasegji, njerëzit të smut në zemër, ose munafik, ju ka pengu ajo, që hoxha me shku, me i vizitu, me dash me i vizitu djemt e rrit në ndum, edhe pse kërje mjeku tha, është më mirë mos me hitha sa është në damin e tyre në momentin e parë që do të bëhen më mirë, hoxhtan do të thrasim që të vish të vizitosh, se është mirë me ju dhon pak përkraje shpirtërore atyre të lëndumve që ishin nga ajo fatkeqësi. Kjo është kultura etika dhe edebi islam. Kjo është humanizmi islam që Ebu Bekri ja mësoi dhe i thotë ju do të me qenë human. Ju do të me pas mirë kuptim ndaj pemëve. I mëson edhe drunin pemën me respektu, jo insanin. I mëson sahabët me pas respekt edhe ndaj priftit, murgut i cili ka hi dhe adhuron Zotin e vet, thotë atë mos e prek, mos e shqetëso, lejnë të adhuroj Zotin e vet. Po ai ishte krishter, nuk ishte musliman, thotë ki me respektu, mos e ngacmat. Thotë keni me kalu në për këto vende, mos gabojni mi bo këto gabime. Ebu Bekri radhiyallahu anhu në dalje të Gjurfit dhe u ajep këto porosi. U ajep këto mesazhe. Që na njëre përgjithmonë gjithme mi u tregu se që ato që ndonjëherë flasin në emrin e muslimanëve duke na njollos, e duke na etiketu, e duke na përfaqësu gabimisht se Islami jon nuk është ashtu. Islami jon është kulturë, mirësjellje, respekt, nder, humanizëm, tolerancë, mirëkuptim. Dhe kjo që ndodh subhanallahu pa ndonjë plan, është krejtësisht e sinqert për hir të Zotit. Thjesht njerëzisht me shku, mi thonë, ju keni ardhur prej larg, ato a thash, ju jeni prej Koçanit, këtu s'keni familjar, na çka mundemi me bëu për juve? Thash na i kemi në dispozicion banimin për juve, ushqimin për juve, ndonjë ilaç se s'ka këtu, spitali që s'mundet më asiguru, na u asigurojmë me xhamatin tënd, thash, me juve të dashur vëllezër. Edhe vallahi, duke shku rrugës, mu lajmëru një gazetar dhe më tha, ata që një ekip të gazetave, të një televizioni me tërë me të nxizu, thash jo, nuk du me më nxizu. Dhe kemi shku në kohë ku su dasht me pas kamerati, edhe ishin shumë larg kamerat. Edhe kur kam fol për te familjartë, s'ka pas kamerë për dikush prej anësh e ka incizu, e ka qenë një mediumit ndërmat mëdhajat në botë, që me dalë nasiati dhe këshilla e juve. Unë e kam fol me llafët e juaja, veç goja jemi që ka lëvizati, asgjë më tepër.
që me na bo gjithve krenar si musliman, që na në këto momente të rënda me u gjindë atyre familjarve që e kanë një dhimbje të imase të madhe. Që lusim Zotin kur dhe asnjëherë mos na përsëritën kësi ndodhish e Zotit na ruan neve dhe gjithë njerëzit nga kësi provash, nga kësi telashes. Ama kjo është kultura islame. Që Ebu Bekri para 1400 viteve jam mëson Usame ibn Zeidit dhe gjithë besimtarve dhe historia i shënon me shkronja të arta ato këshilla dhe porosit që Ebu Bekri ja jep histori islame. Dhe i thot Ebu Bekri, edhe kur të hanin nga enët e tyre, nga ushqimi i tyre, bëjni bismillah. U a bën me dije se ban me hongën nga ushqimi e ehli kitabëve. Dhe ban me hongën prej enëve të tyre. Thot veç bëni bismillah. E thot do të kaloni, çka do të kaloni, mos i harroni rregullat dhe parimet e dinit juve dhe vasijetet që i keni marrën prej meje dhe me kaq e ndërpret Ebu Bekri radhiyallahu anhu komunik dhe kthehet Ebu Bekri në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kurse Usame ibn Zeidi vazhdon në drejtim të Palestinës.